Vim te Rama tani, se me atë ke. 2013 më pëlqente shumë. 2013-ën, realisht Edi Rama më ka pëlqyer shumë. Që do të thotë që besoj që ishte kryetar bashkie, ha? Po, në mandatin e parë po. Në mandatet e tjera kishim ato diferencë, do me thënë pikpyetjet tona për ndërtimet, për gjërat, kemi reaguar shumë, gjithmonë kemi reaguar, edhe kemi qenë një grupim që gjithmonë reagonim, unë, Reon Kristo, Lira Çepani, Adriatik Lapaj, që në 2012-13 ishim po të njëjtë kur bëheshte për bukën e lepurit, për mjedisin, për ndërtesat, për 20%, ne ishim atje për gratë, për fëmijët e vrarë, për dhunën. Dhe ju thoni që s'ka në i... Dhe kemi qenë në një takim me Edi Ramën, në aftoj në qershor të 2013-ës, 2 javë para zgjedhjeve, për politikat sociale të dhunës ndaj grave, do bëhej strategjia kundër dhunës, dhe ai më shikon mua në sallë dhe thotë se vim Arban ne kemi aset, duhet ta ruajmë, duhet ta mbrojmë. Sa që shumë gra kujtuan se unë po deputoja, po idhja kandidaturën për deputete. Sepse Edi Rama në opozit nuk ka qenë ky Edi Rama. Ka qenë realisht ai i vërtetë, ekstravagant, shumë antikonformist, me një public speech shumë interesant, një djalë Tirane. Por pushtetja atë e transformoi. Këtë djalë Tirane është status? Jo. Absolutisht. Po them djalë Tirane në konceptin e zhvillimit, që e njeh kryeqytetin. Kur nuk je djalë Tirane, je pa zhvilluar? Jo, absolutisht. A pra se në çuditë? Jo, sepse realisht mund të tingulloj shumë këtë dhe ke shumë të drejtë. Se unë sem nga Tirana. Jo. Po e dua Tiranën më shumë se ty. Jo, shiko, absolutisht është një, ndoshta shpreh gabuar. Kur themi djalë Tirane. Jo, e kanë dëgjuar, e thoni këtë, e thoni ju, se unë kam qenë në vitin 82 në Tiranë dhe fjalën e parë që kanë dëgjuar shumë Tiranë kanë dëgjuar. Unë nuk e them fare, sepse sot e thash, po e tërheq në kuptimin që jo, djalë që ka qenë në këtë kuptim kanë qenë avangard për shumë gjëra. Edhe gjëra që nuk pëlqejshin, që po ti shikosh sot e tregojnë që ka qenë pak gjysmë i çmendur në kuptimin e sjelljes. Po e ofendon. Sepse jo, më nuk e ofendoj fare, nuk e ofendoj. Po jo, gjysmë i çmendur do të thotë si mirë gamë. Shiko, njerëzit gjysmë të çmendur janë shumë atraktiv. Shumë atraktiv. Tani po të kemi doktor këtu, nuk do të mendoj kështu ai si. Jo, do mendoj pse jo. Gjysmë të çmendur është gjysmë i çmendur. Të gjithë jemi të çmendur. Jo, fol për vete ti mund të për shembull. Jam, edhe unë. Varet ku e çfaqë si e çfaq çmenduri. Po jo, po mos për shembull, për mua më thon, ti je shumë e çmendur, si ka mundësi që ti mban 8 mace për shembull ose je kaq i dashuruar me mace. Sa mace ke? Dhe unë tani kam parë një foto tënde me mace. Sa 8 kash po. Po nuk gordin ato, sa vjet jetojnë? Cari në fshat, këtu kam 3. Tu ke 3, po në fshat? Në fshat i mban një mikesha jonë, Eva Kula, ajo është më e dashuruar se unë. Po jo, sa ke në fshat? Në fshat shkojnë deri në 12 që i mbaj unë dhe ajo. Po, se më të shmene tani, ti e këshu... Dhe, të them dhe një gjë tani për burit tim, për ditë nxjerri macen ke kafja, pim kafen bashkë me macen. Sot buri ka dalë vetëm me macen në kafe, dhe më shkrua një mik. E ke bërë burin më të çmendur se veten. Goxha bur me macen. Unë tash këtë buri do ta gjë sot se nesër s'më del më me macen ai. Do me thënë, e kanë fjalën që njerëzit e vërtet janë pak të çmendur po sa varet çmenduria, kura çmenduria ime afekton tjetrin. Çmenduria me konotacion jo negativ. Jo, kur çmenduria tani Rama ka kaluar fazat e çmendurisë, sepse të kapësh gjitha pushtetet dhe ti dashurosh kaq shumë dhe të kapësh kariken. Po si ju mërzit ajo karike, kur i ka provuar të tëra. Çun Tirana pra the? A the çun Tirana? Po jo, e të rej se. Pëlqenive çun Tirana, kështu garipe, kështu po ja pra kryeministri. Garipi. Domethënë, po të bëjmë pyetje se më ngasmove këtu. Ke shumë drejt, deri në po themi 97-ën, ju tiranësit, thoshit që Shqipërinë po e qeverisin jo kryeqytetarët. Jo se dha shembull keq ai pra Sala. Thoshit, jo kam dëgjuar, po e them realisht. Inshallah edhe e qeverisim ne çunat gocat e Tiranës, etj. Dhe sa të vim ne, Shqipëria do lulëzoj. Tani e kisha skenarin e kisha ndryshur. Nëse ishte mundur e gjia qeverinë, jam njeriu me pustina është si vule that tiranëse. Kjo është qeveria. Bibranem.
Vibranët e partë ardhën 20-30 në Tiranë dhe keni lagjen tuaj. Jam tiranëse, vjem shumë Tiranë. Tani, më shumë tiranësa dhe të lidhën Tiranë, në historinë e shtetit shqiptar nuk ka pasur. Tani ti thua, këta janë gjysmë të çmendur. Këta janë tiranës kuq. Këta janë tiranësa tani gjithë vinë në Tiranë. Po të kuq më? Si të kuq? Kuq më, të kuq. Komunist, e ke fjallë? Ja, komunistë nuk janë këta tani, të lutem tani. Tani, rënjët më rënjët, qa janë rënjët? 90%. Shiko, sa do të jem unë e majtë, nuk më lejojnë rënjët që kam thellë, nuk më bëjnë do të majtë. Unë jam e majtë në kontekst se... Po që të presim kohën të majtëve ne? Jo, absolutisht. Po atër pëse thua të kuq? Shiko, unë, sa jam e majtë, edhe si jam e majtë, sepse në momentin që unë luftoj tër jetën për një shoqëri të barabartë në kontekstin e të drejtave, për politika sociale, unë quhem e majtë. Kupton? Pavarësisht... Po sigurisht, aktiviteti yt është i majtë. Është i majtë. Atër pëse thua të kuq? Sepse... Po, e majta dhe të kuq janë dy gjëra tjera. Shiko tani, këta ka lindur tërë në Tiranë në përjashtim. Më thua një nga këto që ka transformuar dhe ka sjell një model në cilësinë e jetës së qytetarëve. Një. Tiranësit pra? Jo, ma jo. Si jo, ma jo? Nga i pari, shiko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo, një sekund, 8, 9, 10, 11, 12, kushe dhe Paulanti më? Jo, hoqa pra, 14, 15, 16, 17 në Tiranë, nga 19. Po qa më këto janë gjithë marionetat pushtetit, i shërbejnë, shiko, bëjmë diferent, unë e të roqa fjallën. Jo, atë të roqetin, po unë them që të lidhur Tiranë pra? Po jo, nuk të bën. Se nuk e qeverisë mirë atërë? Nuk të bën Tirana. A, pra, së bën Tirana. Nuk të bën Tirana. Atëre doli Saliu më mirë pas. Jo, më nuk doli Saliu. Qa Saliu? është njeriu, më qa as Saliu, as Edi, as Tirana, as Korqa, as Elbasani, as një. Gjithë këto qytete me tradita kanë nxjerrë njerëz të jashtëzakonshëm. Puna është si është njeriu dhe ne nuk kemi gjetur njeriut kariken, njeriun karikes. Ne kemi gjetur kariken për njeriu dhe kjo është dilema 35 vjeçare. Edhe sot, le të ngelemi tek fushata. Po si mund të marrësh ti? Unë nuk e di realisht se kam edhe një mungesë ndoshta njohurish. Tash janë listat e mbyllura dhe listat e hapura. Tash këto listat e mbyllura, këto njerëz, gra dhe djem, dhe burra dhe vajza, zgjidhen nga kryetari në këto listat e mbyllura. Atëherë këto në parlament do më përfaqësojnë mua si qytetar apo kryetarin. Ato do jenë me sy mbyllur amin, sikur gomarliku më të madh të nxjerr kryetarin nga goja, të thotë po, sepse ai ka quar. Jo, ajo është formula. Pikërisht pra. Formule të mërshme, që e bëri Sala dhe Edi, të majtë dhe të djathtë. Madje ajo 2021 ishte më mirë. Po kjo pra është, sepse unë s'mund votoj kur për këto njerëz, po për ato që futen në lista dhe konkurojnë, listat e hapura është ka logjik. E para, e dyta, thot një budallallik ose një frazë shumë të mirë, dashamirësie, simpatie, sa shumë mendon, sa shumë, një X vajzere. Dhe tak, kryeministri ose ai tjetri e merr dhe çon e bën deputete. Dhe ajo del pa pikturë thotë ja, u thash që ky është 20 hapa para dhe unë dhe u bëra zëvendës ministër. Po mirë, më kështu do ecim ne në shekullin 21. Në një shekull të zhvillimit, jo vetëm mendor. Jo, pse e bën një vajzë atë? Se kam kuptuar, se mund të ishte vajza jote, mund të ishte vajza ime. Shiko, e di pse e bën një vajzë atë, sepse sot të rinjtë kanë kuptuar që kompeticioni në këtë vend nuk vlen, është zero. Këtu, më falni, të përdorim një shprehje vulgare, lëpirja që e thonë. Di se kam qef ta përdorësh? Lëpirja që thonë këto militantizmat, patronazhistat, këto kanë ecur. Dhe kjo është fatkeqësia jonë më e madhe dhe po vazhdojmë. Ne nuk kemi njerëz idealist. Idealismo, të ri idealist që unë do shkoj në parlament, po do jem unë. Do luftoj për këtë, do kap dy kauza dhe do luftoj. Më thuaj ti mua, me gjithë rritjen e madhe të numrit grave, gati 45% më gra në parlament. Jo, ja ta riformuloj pyetjen. Parlamenti ka 45 gra nga 140, pra 32%. Po, më shumë. Ky është numri më i lartë që ka pasur një parlament shqiptar. Të ndëry? Po. Deri në 44-ën, deri në parlamentet shqiptare s'kan pas asnjë grua. As votimin. As votimin. Jo, votime kanë patur. Jo, votim grua nuk votonte. Në 2 dhjetor 45-ën është votuar. 45-ën, po. Për herë të parë. Nga 45-a. Më përpara ka pas diskutime. Nga 45-a deri në 90-ën, numri grave në parlamentin ton të famshëm
U rrit, po në mënyrë, shkoj deri në 188, 90. Po, 88 ka qenë shife në legjislaturë. Jo, i kam dhe unë, i kam gjithë se i kemi bërë 100 vjetë kontributi gratë. U rrit, u rrit, e vërtetë. Pastaj, mbas 91-shit, filloi pak luftuam në 2000-shin për kuotën, që e luftë shumë e madhe. Dhe arritin mos gaboj më i ulët e 11 nga 140. Po, aq. Pastaj filloi të rritet derisa me ardhjen e Ramës në pushtet, e rriti shumë mirë. Po kualiteti. Ne kemi arritur tani si lëvizje gruas. Unë jam për drejtësinë gjinore dhe barazinë gjinore në KUL, nuk jam për kuotën. Nuk jam për kuotën. Unë jam për cilësinë. Unë jam për cilësinë. Shiko tani. Vlerë ka kuota? Shiko, kemi gjithë to vite. Marrim të 10 vjeçin e fundit. Ka ndodhur vrasje lapidare në kuptimin e femicidit të egër. Gra nuk është dhunuar, por është vrarë. Cilat gra në parlament kanë ngritur këtë kaos dhe kanë bërë diçka. Jo, e kanë ngritur, po... Jo, të bëjnë aleancë, për të ngjyra politike duhet aleancë. Ç'a kanë bërë? Kanë bërë. Gratë aty si kanë ndryshuar. A kanë ndikuar, thonë? Po kanë ndikuar, unë po them për politikat, se të flasësh në vrarë grua 5 minuta eshtje, këto janë teatro. Nuk është ka më e teatrove, është e aksioneve, e veprimeve. Kanë bërë këto gra vepra. Më thuaj një grua në parlament, nga të dy gjyrat, me që janë të dyja palët në numër shumë të madh. Çfarë kanë bërë për gratë? Çfarë kanë bërë? Po se bëjnë tani? Para se të shkojnë thonë do bëjnë amin. Ku shkojnë atje? Po s'bëjnë sepse dalim ke puna e popullit. Po? Dalim ke ne. Faji shijoni. Ne i zgjedhim. Po ata janë ne. Ne zgjedhin se gjithë bota e di si funksionon në zgjedhje, po ata janë ne. Bota funksionon kështu, del bën fushat një X politikan thotë do bëjmë kryeministër etj dhe thotë unë do bëj 1 2 3 4 5. Ai bën 3, ato e mbajnë. Nuk bën asnjë, mbas 4 vjetësh e përzon. Jo, më këtu gënjeshtrat vazhdojnë. Kryeministri ka 20 vjet që thotë do të sjellim ujë. 20 vjet. Ti s'ke ujë në shtëpi? Unë kam ujë, po kemi ujë me depozit. Ujë me depozit kanë gjithë shqiptarët. Po kjo është absurde. Absurde, ajo shëmtira e depozitave në për pallate, ose ato telat, ose mungesa e trenit, ose mungesa, ç'a të them ty, si mund të shkosh ti në Europë me një Shqipëri gjithë tela me rimangash, me gjithë ato depozitat, pas vitale në zonat më të humbura, është barazi. Europa është barazi, standardi jetës është i njëjtë, fshat qytet. Sa qef kishat që Sevim Arbana ta provojë një pushtetin të ishe një 6 muaj kryeministri. Një sekondë. Kryeministri një 6 muaj edhe të thoshë rregulloj tani. Jo, nuk rregullohet kjo që duhet zhbër kjo, nuk zhbër. Shqipëria gjithmonë ka qenë keq. Dhe e para dhe e dyta, unë nuk jam aq budallaqe sa të shkojnë politikë. Mbas gjithë lëmshit që kanë bërë politikanë.